Presidenti dëshkojmë zgjedhje të jashtëzakonshme që gjithë i bie që kanë mashtruar qytetarët, kanë shkelur mbi betimin cilën e kanë dhënë në momentin kur e kanë marrë mandatin si deputet. Kur merr mandatin si deputet, betohesh që do ta mbrosh kushtetutën, rendin juridik dhe kushtetues dhe funksionimin e institucioneve të shtetit. Kjo para madje është shkelur shumë shpesh, paktën ashtu siç e kanë bërë. Dhe tani çdo justifikim që thonë ne tentuam por këta dështuan, nuk deshën, hedhja e fajit është e papranueshme. Është e papranueshme, sepse realisht që gjithë e kanë shkel betimin e vet. Andaj këtë vështrimin tim nga syri im që gjithë për mua janë mashtrues. Që gjithë, sepse momentin kur i jep një betim, ti duhet ta mbash dhe ta respektosh. Të mos jepësh arsye edhe argumente kur ke pas mundësi për me gjetë zgjedhje, nuk e ke gjetë zgjedhjen. Jo, unë e desht apo këta s'deshtën, jo ai deshti, këto janë lojra, kështu në fakt po vazhdon si diskutim. Termi i gjuna anglisht.